Italia është bërë është bërë mutekala. Këtu është më mirë se sa Italia. Nuk ka punë në Itali, llafe janë. E në Verozën mos ma përmenë se nuk e na pa një ditë bardhë, okay. Është rregullu, po duhet përmirësu. Jeta luksit. Jeta luksit. Lere me luksin, një jetë normale. Po këta thonë jemi lule, jemi shumë mirë. Pëshi, nuk e di se si e kuptojnë njerëzit. Ti vetë si mendon, a është okay jeta luksit në Tiranë ose në Shqipëri? Kanë ndryshuar shumë gjëra. Çka ka ndryshuar për shkak? Për mirë apo për keq? Jo për mirë. Jo për mirë. Jo për mirë. Duhet të rritet rrogat. Të gjitha premtojnë që pas majit do jetë fush me lule Shqipëria. Kush e di ç'a bëhet? Ti mendon se do ja arrin? Llafe janë, po. Shohim realitetin. Unë jam në Itali, jam me ambasadat. Si e shikoni Italinë? Si e shikoni nga Italia Shqipërinë? Duke qenë se jetoni jashtë. Italia është bërë mutekala. Është bërë shumë keq. Pse? Më mirë Shqipëria apo Italia? Këtu është më mirë se sa Italia. Varfëria më e madhe është në Itali. Po këta thonë po ikim kurbet, po ikim në Itali, jetojmë andej, punojmë andej. Nuk ka punë në Itali, llafe janë. Domethënë i bie shqiptarë ndihmojnë italianët tani. Me këte Amerikani, me këte Trumpin, ky ka bërë namin, ë? Ka shumë. Kjo është gjë e re. E madhe. Nuk e di se si të shkojnë në punë. Duke qenë se ju punojnë në ambasadë apo jo, do shkojnë më mirë punë apo më keq? Nuk e di. Nuk e di. Është diçka e fortë shumë. Është një lojë e fortë shumë. A që ka gabuar për ne domethënë? Nuk i dihet. Nuk i dihet, ë? Nuk i dihet. Trumi po menon për veten. Për Amerikën. Për veten apo për Amerikën? Për Amerikën. Që të gjithë gjërat të provohen në Amerikë. Të gjitha, në barë botën. Gjithë botën. Edhe Europa duhet të menojë për veten e vet. Po ta shikosh gati të 30 vjeçarin e fundit, të gjithë mendojnë, gjithë syt nga Amerika, syt nga Perëndimi etj. Domethënë pas ka qenë kjo që thoni ju që Amerika do të bëjë një lloj monopoli global. Ashtu është, po. Kjo është e mirë për ne apo e keqe? Nuk është e mirë, nuk e di se si do marri drejtim kjo, se akoma, domethënë Çfarë probleme parashikohen ndaj Shqipërisë me këtë gjë? Shqipëria është një vend i vogël, i mrekullueshëm, e s'ka nevojë për asnjëri. Këtu duhen njerëz kompetent, domethënë njerëz inteligjent, domethënë për Shqipëri, se në Shqipëri nuk mungojnë asgjë për gjëve, okay? A ishte Enver Hoxha kompetent dhe i mirë për Shqipërinë? Enver Hoxhën mos ma përmend se nuk e na pa një ditë bardhë, okay? Të deputetat tonë janë gjithë nuk e njerëz tama, normal. Ishe mirë të tani e prish. Ja, nuk e prish, ja. Hudhe, TikTok e YouTube, janë gjithë deputetat, sepse tani për 4 vjeçarin vin për votë, vin për rot, vin për çdo gjë. Mos hajde votë për rot, pa hajde shika njerëz se si hajnë, se si pinë, se si jetojnë, se si flejnë, a kanë bukë me hangër, a kanë ujë me pije. Në rejnë çmimet, rejnë çdo gjë, uli çmimet, që ti ta marrësh votën si të gjut, falja një hyrje pallati, më jam i bë pallate 300 euro, 400 euro, 500 euro, falë vlla, falë, bëjë si që boni Enver Hoxha dikur, i shifte njerëzit rrugës, i çojtë atje në urbanistik, bëshë kërkesë, merrte shpinaj. Enver Hoxhës janë tretu dhe kocka tash. Pa hapetlla, pa hapa ta bëj si që boni Enver Hoxha, ju jepte hyrje pallati. Qa ushqesh, qa bën jetë? Hajmë tuk e shkolla kuqe. Ke marak me hangër. Kush o jep ushqimin? Kisha.
i bi drejt kisha. Këtu ke frikë me hangër ke shkolla kuqe. Pse? Është ushqim bërnot. Kisha ju jep ushqim dhe ju thoni është bërnut? Po bërnot, sepse nuk gatuat cilësor. Nuk gatuat në cilësor. Me lek, pa lek, fala si? Pa lek. Janë ushqimet e skaduara vlla. Duke fillu ke voj, ke makaronat, ke maltat, ke birat që binë atje, ke ushqimet e tjera që binë atje, janë të skaduara. Ju sjellin edhe birra? Po sjellin edhe birra. Ata që kanë nona që kanë mirë për të vlerësuar. Nona vlla, sepse market. Birrat janë skaduara? Skaduara. Ja, pini ju? Ja, në shkëm bashkë të shikojmë. Habi thujmë, jep një paket makarona që këtu që ka letrën. Ata i hapin makaron, i fuse me qese, i bashkojnë. Ata i humin afatat e skaduara. Urizit që ka skadue, e hudhin, se më shumë se një vit, apo 2 vjet, nuk mund të qëndron një pagurevoj. Sepse një i vjen afati skadenzës, ose një qese uriz, asa i vjen afati skadenzës, ata ka hongër me lingona, apo fasuljet që më shplot me miza, që të hash atje, po bugës që vjen aroma myk, që të hash ke shkolla kuqe, shkëm edhe këtu ke Gonxha Bojaxhiu, kanë habi shoqat, unë e falenderoj Gonxhën Bojaxhiu, po amenza, që quhet Gonxha Bojaxhi, edhe tje prap ushqimi e bërnut, thonë ushqimi falas, sepse Rajorion veli Hamburg. Para se të bindaj në burg, ishte ushqimi në regull? Anë pse ishte, anë para se të bindaj në burg, ushqimi ka qenë bërnot. Edhe ta shi që ka ram në burg, prap ushqimi e bërnot. A di kur vjen mirë? Vetëm kur shkën gazetarët. Po të shkën gazetarët atje, ushqimi dil bio. A vinë shpesh? Gazetarët atje? Ja. Edhe nga qendra shëndetësore, që thonë do të kontrollot ushqimi nga qendra shëndetësore, nuk kontrollon nga ekspertat shëndetësor. Kur kontrollon një këtu? S'ka fare, kush do të kontrolloj kë shkolla kuqe? Po ke Gonxha Bojaxhiu, kush do të kontrolloj ushqimin te Gonxha Bojaxhiu? Atje helmon njerëz, edhe ke shkolla kuqe, siç e hajnë ushqimin, e nxjerrin. Ka pas raste që helmojnë njerëz? Ka pas sa duhet që ka shku në spital kanë bosur. Kur e din që ka këto probleme, pse vazhdojnë të shkojnë? Pse se ngrenë zëri? Pse se ngrenë zërin, sepse ju gishona i botullac, i pret flokët, i pret ushqimin, i pret pensionin, në thotë, s'ke nevoj thot për neve. Me thonë, ju keni një listë që u a jep bashkia, kush u jep listën që ju shkoni dhe... Ja, kemi emrin nga njësia 4, o emrin nga njësia 4. Pra, bën një aplikim, duhet të di si funksionon zinxhiri për të shkuar deri te kjo qendra që ju... Si quhet, qendër strehimia, si quhet? Ja, nuk e qendër strehimi, po qendër bamirësie. Qendër bamirësie, me nërteje, me qytë qendër bamirësie, me qytë qendër muti, si nga majta, si nga djatha, sepse shko ke Gonxha Bojaxhiu, ke marak me hangur ushqim. Shko ke shkolla kuqe, ke marak me hangur ushqim. Ushqimi valla pas nuk pat diku që ta kontrolloj ushqimin atje, njerëzit kanë për të vdek në ditë, ka për të vdek një person atje, sepse buka vjen me aromë mykur, vjen me një aromë të keqe, ushqimi po ashtu, mbledhin domotat të kalbla në për plera, e ne gatujnë, speca mbledhin, e ne i gatujnë. Kush i mbledh për plera? Ka staf, ka stile që shkon në përkosha dhe i mbledh, si funksionon? Ja, du t'i kapo me video, në du t'i o dërgoj. Du t'i kapo me video, du t'i dërgoj. Si që kom kap dika, duke vjedh kabel elektrik. Ja, du t'i marrë fotat, du t'i dërgoj. Edhe kabellin elektrik është gjithë, është hajdut, kap kabel elektrike, kurse kjo është jetë, ushqim, dhe dikush që mban... Shkënim ledhin, stafi i shkollës kuqe shkejmë ledh damotat atje, në përkoshat e plerit, kur mara tregu i pasatir të ri, ose tregu që shezin të bregut lumit, shkënim ushin me arka, edhe i qërë ke shkolla kuqe.